Deputeti i Partisë Demokratike Gjin Gjoni ka parë nga afër situatën e krijuar nga erozioni detar në zonën e Kunës në Shëngjin. Sipas deputetit, përveç shkatërimit të pasurisë natyrore ku deti ka asgjësuar sipërfaqe të mëdha toke dhe pisha qindravjeçare, tashmë rrezikohet seriozisht edhe infrastruktura. Shëtitoria, një nga atraksionet më të frekuentuara të zonës, është dëmtuar në një gjatësi të konsiderueshme, ndërsa kërcënimi është gjithnjë më i madh edhe për zonën e banuar dhe bizneset e shumta që shtrihen përgjatë vijës bregdetare. Jam sot tu mbi bazën e ankesave të drejtuar nga ana e bizneseve dhe qytetarëve të kësaj zone, me cilësinë e deputetit dhe përfaqësuesit të qytetarëve të kësaj zone. Ju e shihni vetë nga pamjet se pishat janë shkatëruar totalisht. Me këtë ritëm që ka ky erozion, siç duket edhe nga pamjet filmike, ka rrezikon ekzistencën e bizneseve dhe mund të kalojë edhe përtej pedonales, por njëkohësisht humbet edhe ekzistencën e plazhit. Kërkohet një ndërhyrje urgjente nga ana e institucioneve përkatëse në mënyrë që të vihet dorë dhe të ndërtohen skalierat për mbrojtjen e kësaj zone e cila ka vlera të theksuara ekonomike për banorët dhe për qytetarët e kësaj zone. Si përfaqësues i qytetarëve të Lezhës në Kuvendin e Shqipërisë, deputeti i Partisë Demokratike kërkoi hartimin dhe zbatimin e projekteve urgjente për mbrojtjen e Kunës, e cila konsiderohet një nga atraksionet kryesore turistike në vend. Sipas tij, koha nuk pret dhe çdo ditë vonesë mund të ketë pasoja të rënda për mjedisin dhe ekonominë lokale.